Tani radha është për hoxhën e nderuar Ardian Efendi Sejdiun, I cili do të na flet për shtyllën tjetër të Islamit, pra për agjërimin, agjërimi dhe ndikimi I tij në edukimin e rinisë. Hoxh, për ju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Falënderimet, lavdërimet gjithnjë I takojnë Zotit të Madhreshëm, atë falënderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetet, salavatet, selamat tona të përzemërta nga ky tubim, nga kjo xhami, nga thellësia e zemrave tona, ja përcjell me mësuesit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe ata që kanë fatin me pasu rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhalla xhelalu. I nderuari kryetari I Këshillit të Bashkisë Islame të Ferizajit, Efendi Nejmedin Bajrami, I nderuar antar I kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, Efendi Sevdahi Raxhiu, I nderuar I kryemam I Këshillit të Bashkisë Islame të Ferizajit, Efendi Ibrahim Beqiri, I nderuar imam I xhamis me xhamatin tuaj, Efendi Mubekir Sadiku, të nderuar hoxhallar, vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke u nisur nga edukata islame se njeriu do të më qenë mirënjohës dhe falëndërues ndaj njeriut, në këtë rast lejoni që ta falenderoj Këshillin e Bashkisë Islame të Ferizajit, të cilët na kanë tubuar sonte sot në këtë vend dhe së bashku po punojmë për avancimin e fjalës së Zotit të Madhreshëm dhe po provojmë të gjindemi sa më afër xhamatit tonë. Zoti shpërblet dhe dhar suksese të më të tjeshme. Të nderuar vëllezër, unë po provoj me fillu ligjëratën time duke u nisur nga një konstatim, në dy nga një studim dhe treta dua t'i përmendi shpejt 3 çështje të cilat ndikon agjërimi. E para të dashur vëllezër është konstatim I sakt, I drejtë dhe I qëndrueshëm se të gjitha ligjet në Islam dhe të gjitha adhurimet në Islam janë përcaktuar me urtësinë më të lartë të mundshme nga I gjithdijshmi dhe I urti Allahu subhanahu wa taala. Dhe se të gjitha ligjet në Islam e kanë në fokus njeriu. E njeriu e ka për mision njohjen e Zotit dhe nënshtrimin ndaj tij. Ku e kemi fjalën se ligjet në Islam e kanë për qëllim njeriu, e kanë për qëllim që ta dhënë në kornizë veprimin njeriu. Dhe për këtë arsye Zoti I Madhreshëm kur flet për ligjen në Kur'an, thot tilke hududullahi fala taqrabuha, dhe këta janë ligjet Zotit të Madhreshëm, mos provoni t'i afroheni. Dhe në jetën tjetër mos provoni të I tejkaloni. Pse? Sepse njeriu jeton dinitetshëm vetëm në suaza, në kopertina të ligjeve të Zotit të Madhreshëm. Është e ngjashme sikur kur e keni çështje me vlerë në dorë. Po supozojmë në ari të shtrenjtë. Çish kujdesemi me rujt atë? Bankat më të forta në botë na thonë se për të ruajtur arin e shtetit duhet një mekanizëm mbrojtës shumë I fuqishëm. Të fillu prej materialit betonit të nën tokës. Pse? Sepse me ruaj diçka me vlerë. Zoti I Madhreshëm ka përcaktuar ligje në këtë dunja për me ruaj që të qenë një njeri, për shkak të autoritetit
reputacionit që ka te Zoti i Madhreshëm. Pra për këtë arsye janë vë ligjet prej Zotit të Madhreshëm. Dhe po ashtu të dashur vëllezër, të gjitha adhurimet në Islam, duke përfshirë ashtu edhe agjërimin, me qemi në agjërim, kanë për qëllim me glorifiku dhe me lartësu njeriu në aspektin shpirtëror. Dhe për këtë arsye, kur njeriu përmes këtyre obligimeve, ibadeteve, ngritet në nivelin e lartë shpirtëror, për çfarë dhe është njeri fundit, këtë mënyrë bëhet dhe i devotshëm karshi Zotit të Madhreshëm. Dhe bëhet një kalaj fuqishme çysh ka dash Zoti me pa njeriu. Për këtë arsye Allahu thot: "Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ju mos u dëshproni, mos u likështoni. Ju jeni në shkallën më të lartë të përgjegjësisë, me kusht, nëse ju jeni besimtar të sinqert. Pra adhurimet në Islam kanë për qëllim që njeriu pra me ngrit në pjatëstalet më të larta të mundshme të jetës. Ky ishte konstatimi. Ndalmi pak të studimi, të dashur vëllezër. Agjërimi si adhurim dhe muaji si fenomen është studiuar, analizuar nga në kënd vështrime të ndryshme, shkencore, filozofike, sociologjike, e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto studime kanë në përfundim se njeriu i cili agjeron këtë rast besimtari dhe i nënshtrohet këtij muaji nuk ka mundësi me dalë pa ndikimin e këtij agjerimi në jetën e tij të përditshme. Dhe tu po i përmendi 3 çështje shumë shpejt për shkak të kohës dhe të rrethonave se çka ndikon agjerimi në jetën e njeriu. E para të dashur vëllezër, ndikon në thellimin e besimit në Zotin e Madhreshëm. Ndikimi i parë i agjerimit të njeriu është sikurse e kthen njeriu në binar të saktë të lidhjes me Zotin e Madhreshëm. E dëgjuat para folsin tim hoxhën nderuar që foli për agjerimin, që foli për zakatin. Të gjitha ato argumente nuk do të kishin me vlerë sikurse njeriu të mos jetë i bindur në Zotin e Madhreshëm. Piknisja është bindja. Piknisja e suksesit në jetë është bindja e thellë në Zotin e Madhreshëm. E agjerimi të dashur vëllezër e kthen njeriu në binar të saktë, në lidhjen kruciale mes robit dhe Zotit të Madhreshëm. E rregullon vertikalen. E pastaj kur rregullohet vertikale, lidhet me Zotin e Madhreshëm, në aspektin horizontal gjërat vijnë secila në vendin e duhur. E dini sa është i rëndësishëm besimi. Zoti i Madhreshëm në ajet Kur'an thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata të cilët kanë bërë xihad për ta njohur Zotin e Madhreshëm, thot të gjitha rrugët e jetës kanë me qute Zoti i Madhreshëm. Vëllezër të dashur, ky ajet, sepse ka ajete tjera po në zgjedhja këtë ajet për shkak të fuqisë argumentimit të temës për shkak po flas. Ky ajet ka zbrit para ajeteve të xihadit, kur atëherë s'ka qenë i lejuar xihadi te pejgamberi sa. Dhe Zoti i Madhreshëm e zbret këtë ajet për t'ju tregu besimtarve se në këtë dunja ka një lloj xihadi i cili fillon me lindjen e njeriut dhe mbaron me vdekjen e tij. Por derisa xhihadet tjera kanë kohë të përcaktuar, që në kupton se xhihadi për ta njohur Zotin e Madhreshëm është shumë më i rëndësishëm, më i madh, më sfidues se sa xhihadi që mund ta bëjmë në jetën e përditshme. Për shembull, xhihadin e dije e ka një periudhë kohore. Studentët në kohë të prodhimit i përkushtohen më shumë librit, teksteve shkollore dhe një farë forme bën një farë gjuhëtje, bën një farë mundi për të arritur qëllimin. Dhe pastaj lirohen. Po Zoti rujtet me thonat luftës. Mobilizohet populli, mobilizohen instanca shtetërore kështu me radhë, dhe është një periudhë kohore dhe përfundon, dhe njerëzit lirohen. Mi po vëllezër të dashur, xhihadi i njohjes së Zotit të Madhreshëm fillon me lindje dhe së përfundon deri në frymën e fundit kur del njeri prej bote.
Për këtë arsye Allahu në këtë ajet ka thonë: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." E ato që bëjnë xhihad, bëjnë përpjekje për ta njohur Zotin e Madhreshëm, të gjitha rrugët e jetës kanë me qenë te Zoti i Madhreshëm. E një prej rrugëve të njohjes së Zotit të Madhreshëm është edhe agjërimi, sepse e njohim Zotin përmes aspektit shpirtëror tonë. E njohim Zotin përmes argumenteve që artikulohen brenda në thellësitë e imamit. Dhe këtë shans nuk e kemi jashtë Ramazanit. Pra sikur se 11 muaj tjerë ne e zbehim rëndësinë e besimit, shmangemi paksa prej besimit, ndoshta nganjëherë shpërqendrohemi, e ja që vjen muaji Ramazan, dhe ne edhe Zoti i Madhreshëm na jep mësim nga thellësia e zemrës se sa është i rëndësishëm besimi dhe lidhja me Zotin e Madhreshëm. E para shkurtimisht për shkak kohës. E dyta të dashur vëllezër, agjërimi ndikon në konceptin e jetës, në aspektin edhe individual, edhe familjar, edhe shoqëror. Agjërimi e ndryshon konceptin për jetën, e ndryshon konceptin për botën, e ndryshon konceptin për familjen, dhe se në mënyrë individuale e kupton ndryshimin në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Pse kështu, vëllezër të dashur? Shumë shkurtimisht. Keni pa qepa që i ka të shtresat. Njeriu në zemër, në iman, shpeshherë krijon shtresa. Mëkati, neglizhenca krijon shtresa në zemër. Edhe dikur amortizohen detektorët e imanit. Dhe vjen Ramazani, po sikur se qepës, kur të heken fletat, çka ndodh? E nohat fort huna, erën. Pastaj çka? Pastaj filloi sytë me letu. Pse? Sepse ka dal ajka, ka dal mbrëmësia e kepës për shka do të quhet kepë. Allahu subhanahu wa taala përmes agjërimit te individi dëshiron me jarëcu maskat e jetës, falso që ja kanë gjatë 11 muajve tjerë. Don me ajk perdet. E pasaj njeriu me pa botën në konceptin real, me pa botën në këndvështrimin real. Të dashur vëllezër, ky aspekti material i kësaj jete, ky dimensioni më i ngushtë i mundshëm që mund të shifet bota, shpeshherë prish balanca dhe shpeshherë shkatron jetën e individit, të familjes dhe shoqërisë. Dhe shpeshherë shkon njeriu deri në atë mas saqë e harron edhe veten. E Allahu na thon Kur'an: "Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum." Mos u bani si ato që e kanë harruar Allahun, e pastaj Allahu e bëri me harru vetën. Dhe lexova një studim të ri në aspektin psikologjik, çemka një shkallë degradimit në aspektin psikologjik, kur njeriu me të vërtetë po e harroi vetën. Ky çemka studim i ri në aspektin psikologjik. Si lloj sindromi që njeriu po e harroi vetën. Çka nuk kupton po e harroi vetën, fillon të e nënshmu dinitetin e vet, të i nënshmu argumentet e jetës, dhe me një farforme dekapitulon në mënyrën më të keqe të mundshme. Dhe ky studim ishte i viteve 2005. Allahu po na flet më herë në Kur'an se ata të cilët harrojnë Zotin e Madhreshëm, ne do t'i bëjmë që ata të harrojnë vetveten. E kur të harron njeriu vetveten, s'ka kuptim jetë për të. Ai nuk sheh as veten, as ata që sillet rreth vetes. E agjërimi të dashur vëllezër, na i rrezon, na hek maskat e dyshimta të jetës, perdet që na pengojnë me jetu lirshëm dhe me kuptu realitetin, dhe na kthen në realitet, siç ka thënë Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta vëllezër, agjërimi ndikon edhe në rrafshin social. Çka nuk kupton në rrafshin social? Në ngritjen e vedis kolegiale. Hoxha shpjegoi zeqatin, edhe zeqati ka të bëjë pikërisht me dimensionin social. Qysh e shet tjetrin ti? Qysh kooperon me tjetrin ti? Ku e shet pozitën e tjetrit?
Sepse fundi dhe pasuria mirët për njëri tjetrit. Por dikush me prirje më të mëdha, dikush më të vogla. E ta shkan dikon agjërimi në aspektin social, e ngrit vetdijen kolegiale. Mund me pas njeriu vetdije individuale, por mund me mungu vetdija kolegiale. Dhe këtu për edham një shembull dhezër. Por me qenë njeriu i vetdijshëm në aspektin social, ose produktiv, dietarët sociolog ka thënë se njeriu do të më arrit 3 shkallë të pjekurisë. Por me kanë njeri produktiv, besoni Zotin që këto 3 shkallë që shpjegohen në sociologji, nëse e lexojmë Kur'anin dhe hadithin, e gjejmë se baza në Kur'an dhe hadith. Sepse Allahu nuk e obligon dikant që nuk kalon në këtë shkallë. Shariati i Allahut nuk vlen për ato që si kanë këto 3 shkallë. Sociologët po thonë për me qenë produktiv njeriu në këtë dunjë, do të më kalu 3 filtra. E para, i thonë pjekuri fizike. Pse Allahu se ban obligim agjërimin për fëmijë? Sepse se ka kaluar ala filtrin fizik. S'ka rrit në pjekurinë fizike. Madje edhe ligjet në kodin e procedurit penale në Islam ndryshojnë prej moshës së parapubertetit. Histori tjetër. Pra e kalon, do të me kalu filtrin e pjekurisë fizike. E dyta vëllezër. Thot njeriu për me qenë produktiv do të me kalu testin psikologjik, intelektual. Por me qenë i dobishëm për shoqëri, ai do të me arritë këtë test, këtë shkallë të njohurive. Dhe e treta, kanë thënë, për me qenë produktiv njeriu, do të me kalu testin social. Çka nuk kupton testi social? Me kuptu pozitën tonë në shoqëri. Rolin tanë, çka të takon me marrë për shoqërisë, edhe çka të takon me dhënë shoqërisë. Shkalla më e lartë e njeriu produktiv është kjo shkalla e pjekuria sociologjike. Do të thotë kur arrin njeriu me kuptu aspektet shoqëror, se çka ka pozicion, çfarë roli ka në shoqëri, çka duhet me marrë për shoqërisë, çka duhet me dhënë shoqërisë dhe çka pret shoqëria prej tij. Dhe kemi pa në Ramazan se si aktivizohet që kjo shkallë, që gjatë jashtë Ramazanit nuk e kemi. Qysh aktivizohet? Është teme gjatë, për një shembull thjesht për marr. Po thonë sociologët, prej moshës 9 vjeçare të muslimanët, deri te ai në shtrat të vdekjes, nuk ka mundësi me kalu në përderë të agjërimit pa ju aktivizu që kjo ndjenja për shoqërinë. Dhe sot para se me ardhë këtu te ju, vallahi, mënyrë praktike ma dëshmoj njani. Kisha njani të xhamia, ma se fala drekën, edhe njeri jo me kushte shumë të mëdhaja kështu, i kish marrë një 10 euro, e dhagjo që ka që ka mundësi me dhanë shoqërisë, se në kësham po pini ujë niftar, e unë që ka që ka mundësi me dhanë për xhami. Edhe më shkoja mendet argumentit se po thujnë djetarët nuk ka mundësi në Ramazan pa aktivizu edhe njerë çështja aspekti social. Vëllezër të dashur, kemi fatin në si njerëz, ndoshta edhe fatkeqësinë, me jetu në kohën më të vështirë materiale. Sa kam lexuar në histori, në sociologji, në filozofi, unë nuk kam pa kohë më të vështirë që sfidohet dinjiteti njerëzor në aspektin përmes dritarës së materializmit më shumë të sa në kohën tonë. Kemi ardhur me një gjendje, me një situatë që edhe antarët e familjes i shohim si pare, edhe fëmijët i shohim si aspekt material, edhe gjithë ditën dhe gjithë natën dhe të jetën kalkulojmë në aspektin vetëm material. E ja që vjen agjërimi, edhe në këtë shkollë të madhe, na cenzuron për mrena, dhe na thot njeriu është qenie shpirtërore. Materializmi është vetëm mekanizëm, jo qëllim. Materializmi është mekanizëm, nuk është qëllimi. E njeriu ka ambicie shumë më fisnike se sa ato mekanike. Dhe në mënyrë praktike e provojmë këtë çështje dhe fillojmë ta shohim tjetër në dimensionin real, ta shohim tjetër në si vlerë, ta shohim edhe atë stresën më të ulët të shoqërisë, por ta shohim edhe atë superiorën që shpesh herë gabimisht edhe japin pozitën që se meritojnë. Do me thonë shoqëria fjala, por shkak të pasurisë e respektojmë jashtëmase, në realitet mund mos me qenë i respektueshëm. Sepse njeriu duhet të respektohet sa i jep shoqërisë dhe jo sa i merr shoqërisë.
Pra vëllezër të dashur, dhe këtu po përfundoj, për shkak edhe të kohës, agjërimi ndikon në krijimin e urave të komunikimit me Zotin e Madhërisht, përmes dritarës së besimit. Agjërimi ndikon në formimin, transformimin dhe reformimin e individit, që është piknisja e reformimit të shoqërisë në përgjithësi. Dhe agjërimi ndikon në ngritjen e shkallës më të lartë në aspektin sociologjik, sepse fundi fundit, siç thotë edhe Ibn Khalduni, njeriu është qenie civilizuese, por është edhe qenie shoqëruese. Ai duhet të jeton me komunitetin e vet dhe të jetë detyra që ka në raport me komunitetin. Tu pe përfundoj, Zoti ju shpërblet. Selam aleikum. Ne falenderojmë Hoxhën Ardian për trajtimin e kësaj ligjërate, që me të vërtetë është e rëndësishme për neve si besimtarë me e kuptu sa më mirë çështjen e agjërimit. Të nderuar besimtarë, vetë se kemi ardhur në fund të programit, edhe një herë falenderojmë Këshillin e Bashkisë Islame për organizimin. E falenderojmë gjithashtu edhe imamin Molla Bekirin. Ju falenderojmë juve për pjesëmarrjen, me shpresën që takojmë prapë herave të tjera. Zoti ju shpërblet e nderoft. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.